Kamera fotografon e mirë. Ashtë qjolla për kuvendin e Serbisë me 9 prill 1945. I vetëmi dokument për 50 vjetë që është botuar Shqip, ashtë këtu, edhe e ka emrin këtu. Shqiptar, mos shpion nëni se zbuluani, i leni faqet zedh fëmive, farefisit, kumbit, adhëjut. Amon, mendoni se dokumentet ruhen. Zbuluhen ato. A shef kë njeri këtu, kë mbi emrin e ka Hoxha, nuk është Fadil Hoxha. Ma ndryshe e ka emrin. Qysh e ka, profesor? E ka emrin Mehmet Hoxha. Që ka bo kë? Kë, pa e pyt kuvendin e Kosovës, pa e pyt askan, kryen në veti, shkën dhe ja u bon për hajrë, për herë, por e të regoj këte para kamerave. Ja u bon për hajrë Kosovën Sërbisë. Ju lutëm, edhe një herë për thëmë, fotografone, Serbia nuk rrinë, popat e Serbisë nuk rrinë, shkruajnë, marrin shënime. Që në gjojti me atë kishën Rakinit atje. Unë i kom 2 motrat e babës aty në Rakinit shku me kanë qenë, kanë vdek ato. Ne i kemi lujt, ajo kisha shqiptare. Në vërtet. S'ka kisha sërbë në Kosovë. Ortodoks shqiptar. Edhe tash, krejt bota ortodokse dhe kisha ortodokse ruse reagon për një kishë e tylla delet aty kanë kullu. Ahar ka qenë ajo. Unë këmë lujt aty më shefët këmë i lujt, në qatë kishë aty, në Rakinit. Edhe ka shkua Atë Nikola, bile, unë këmë menua që është edhe na evaj. Këtu i thëmëne, por, a i ka bu mirë, sa i po e përfasën kishën e Fannolit. Fanoli është emër të shqiptarë. Deshtë zdeshtë, nashtë më thëtë Hoxha, nashtë cëllit dënë, Fanolin na intelektualë shqiptarë, na e kemë një vëj idoli, sepse i ka ditë 6 gjuhë, sepse në Amerikë e ka themelu kishën autocefale shqiptare. Autocefale do të thëtë këmtare. Ashtu, etash. Ne, në Perandërinë Osmane, pra po këthena, prej 3 shkollave që jenë në këtë pjesën evropiane. Të gjitha shkollat tjera janë jashtë gjuhës shqipe, një shkollë ka qenë shqip edhe ato mësuesin ne kanë mytë. Që ata pashallorët e Stambullit. E tash, unë ju këmë thonë atje udhëheqësave turqë, shqyqoni, na nuk ju rrejmë juve, jo, ne ju respektojmë. Me siguri, mirë po, mos mendoni se e kemi pranuar na fenë prej turqëve, jo. Fenë islame e kanë pranuar shqiptarë si mercenar në shtrinë arabe. Edhe, Domnjur Zgjerdi, na më të njihemi. Të gjithë aristokratët evropian, në shekullin 11, 10, edhe 12 janë shkolluar në shkollat arabe në Sponjë.